Që nga fillimi kur ka fillu punën në komisionin 2018 e deri sot, praafërsisht aplikimit i kemi pas çdo vit njëjtë. Çka vlen me përmend është fakti që sipas ligjit aplikimi ka përfundu 2 vjet më herët, por qeveria ka pas vazhdu afatin e aplikimit me qëllim sepse kemi pa që kemi ritëm të aplikimeve, kemi persona të cilët ende janë të gatshëm dhe dojnë me dalë edhe me apliku edhe me ju njoftë të drejta e tyre, gjë që e ka bë prap edhe në 14 të këtij muaji dhe aktualisht i kemi afatin e aplikimit për personat që dojnë me apliku deri me 15 maj 2027. 15 maj 2027 është afati kur të gjitha viktimat mund të aplikojnë pranë këtij komisioni, por kjo nuk është afati, po mendoj që viktimat nuk duhet ta presin 2027, kanë prit mjaftueshëm deri në këtë datë dhe deri ditën kur ne po flasim. Dhe është mirë që të gjitha ato persona të cilët kanë përjetuar dhunën seksuale në luftë të vinë të aplikojnë të njëjtë të drejta e tyre, sepse kjo është një njohje e vuajtjes së tyre. Mjaftueshëm e kanë mbajtur deri tash në vete. Duhet të punojmë shumë si shoqëni kryetare? Edhe një Si shoqënia kemi ndruar mendsi, mentalitet, qasje. A jemi ma përkras, sa kemi bo për ta, po ma shumë dëm? Mendoj që kemi bo për ta, sepse fakti që po flasëm për një komision tillë, po flasëm për njohje të statusit tillë, po flasëm për një procedurë e cila ndërkombëtarisht konsiderohet si më e mira në rajon. Njerëz të rëndëm, qasja jonë, duhet me punu më shumë me njerëz të rëndëm. Mendoj që viktimat. A ka pas organizata që i kanë keq përdor? Nuk mund ta them një gjatë tillë sepse nuk e kam informatën saktë që dikush ka mujt ta kesh përdor dikën tjetër. Mos me rujt konfidencialitetin, ndoshta me i bë me u friksu tani me fol, një mos tjetër. Unë mendoj që nuk ish dash kërkush me bë një gjatë tillë. Ish dash të gjithë me ndihmu në këtë proces dhe duke i ndihmu viktimës, duke i ndihmu një personi, i ndihmojmë një shoqëri të tërë.